Po shjet shumë që dhem. A ke kajta? Mam, ajo më në një djali keq? Kom e ti prej po thot 2 krakt me qëtë flexin. Oh my god, duna me ja prej une me flex. Jashtë asoj që po du si farë dur, po kam qef mu lut që me u taku me prindit e mija dhe me vllaznit e motrat. është pak pas të kanë qitë ata jashtë tyja për shpis. Një loj që po thajnë nuk e di sigurt me ngjarjet vërtet apo bazore në ngjarjet vërtet. Amo nuk është zyrtare, nuk është e konfirmuar. Loja thirret Peekaboo, The Silent Night. Peekaboo është firma, po do të thonë si që i bën të loja, edhe thirret nata e heshtur. Bëhet fjalë shqipe për një djalë që ka emrin Daniel, edhe ky Danieli gjithmonë buzëqesh, është i mirë me njerëzit. Unë në fakt që ky protagonisti edhe thjesht del njoni, s'di që shë pa të emrin ai, që e nguc mu, më provokon, bullizon, mrejn. Adin, besoj shqipe se shumica se i ka ndohë në rast së ky, adin, edhe sa njerëz në këtë botë bullizohen ose rrohen, ngucën nga një djalë. Adin, sidomos në për shkolla, bro. Kjo është po thot shumë serioze. Kjo loja po thot përmban dhunë, brutality, shumë gjak, pjesë trupit, bullizim edhe gjutë keqe. S'ka lidhe mërtash na pelujna horror, pelujna shqipe. A din se është edhe me ngjarje. Me ngjarje? O më kjo kështu? është pak. Direkt loja po më qet. Ku jam kështu më bro? Okej, nuk e di thjesht. As nuk e qiti shqipe për shembull ku jam, kush jam, po më nej. Aty shkoj të qem Danieli une, po tash knis, po mu isha me ejtë, okej. Ata që nej. Ti e shkok shumë në shtëpin teme, si lagje këtu. E kum lujt që për një loj si të firmës Peekaboo. A manin me që e kum lujt njone që ka pos të bëj shipe me kazino me kësi. Që ka up shumë parë dhe me thonë baba, të lujt si kazino kumor. Edhe mësaj na ka jetë pa buk. Kushon këtë djali, më? Emër, kush jeti? Qa bom këshur kështu si hut. Okay. Antoni, hej, qysh po mund është ti me kalu para meje qashtu, ha? Qysh tja jeton sfidu mua, Antoni? Pi thëm qka? Jo, nuk do shto në me po ato. Pa kju po thët, më ka shajt. Ko me të rejtash. Kanë mre rejnë ti? Të mnik! Kanë mre rejnë ti? Ku me ik mër? Kanë mre rejnë ti? Bro, ku me shku mër? Bro, duna me gjithë shpin teme? Më nëzuni pa shaket. Pa sharëp nëzuni. Si jam të dit ku e kam. Më nëzuni në nësaj shpet. Shqipe si jam të dit ku e kam. Më nëzuni bro, deka. Po s'peti. Më gjujti për toke. Fuck you. E ki ftyrën si kur mut, po thot. Shkën dreq, shkën në ferë. Unë e pithë mua Anton, falma bet lutëm falma. Ti derë i keq, mos e bën as një zonë. E u rej zonin ton. Tani dikush pi për tet këti. Hej ti, nalo aty. Fuck. E ka po. Dikush i pe i bërtiti këtina, e po dikush. Hej, a je mirë pithët ti djallë, një borë. Që sa mirë për një manë. Jam mirë zëtëri, fajmë dhe që po më një manë. Kush ke që hajpi, thëm. Aja është me thënë një shëk, po bëne, jo shëk, po është në zonë, si që së shkollës njëjtë, amo aja është maj madhë me vjetë, i bjerë seniorship, atin që në grada ma të larta. Aja po thëtë të mbolizën mu. Ky po thëtë gjiz, ti nuk duesh po thëtë me ne qitë kur të lëndën dikush, duesh me esulmu aton, me ja këthuj ati, mos u bën një dëpt, adin. Bro, në histori dhimë që për qënë fillim janë nisi. Ky pi thot, ku e ki shtëpin ti? Lem të qaj unë në shtëpi, okej? Jo, s'ka nevoj zëtëri i fajmderit. Është okej, lem të qaj unë në shpi, se kom pëndjena kesh që për të qa qështu ty. Jo, zëtëri jam mirëne. A je sigurt?
Okej, pra, amo ki kujdes djalin, që se e shapet qatë djalin, edhe ti ktheja, rake edhe ti ato, adin. Okej? Okej, zotri, shumë faleminderit. Normal që shtu duhet, që i për kushtet në gustë, theja unë. Po më dhem shpina, po thot. E kum një los, po thot, bluzën. Mama kom e mrej, po thot. Qka mi thonë asaj? Nuk ku mujnë mi thonë mami që më ka bolizu Antoni. Okej, dhe më thonë tash e kuptuam ku shë Antoni, shqipe Antoni o qaj që ju këmë thonë qaj bolizusi. Edhe, që që këmë thonë? Gjithmonë shqipe ka po që si bolizusa në shkollo, bro. Edhe gjithi ku mu rejt. Qa më kjo motë këto? Majtë? Kiti? Qka e të boti këtu një motë e bukur? Apo dënë pak buk me dhonë, unë e kam buk. Vesh të nxerri piqontës, mas pari bukën. Ku e të shku motë? A nuk e dënë bukën, a? Shit! Mos më thëj që Antoni me kërë më ka shkel, më ka godit. Ku bajnonën që ako ka kjo Antoni, mas 8 muje. Dhe me thonë, mas 8 muje, tash pas kanë kalu 8 muj shqipe për qëti rastit. Pas ka boj 24 të dhjetor. Këshëm t'i bo detyrat të shtëpis. Në Kolic, këshëm. Fucking shit, bro, më kalon invalid. Ja ku më kajt nonën. Qa më këta, ku pidi më runë në detyrat. Për një me për duhet. Which of the following is an example of physical change? Shqipe nuk muj me o për shkut keq, ka po thot vesh t'ja bëj shpejt me menën ta me. Which of the burning paper for the acid basic? Bro, kjo është ka të bëj këtu me kimi apo me biologi, ku po marrë vesh më bro, ne kum ka... Ajtë mirë, pra bëj, burning, the sense of organism to tell, the sense of organism to... Aja që e nuhot, është po thot huna, për mi marrë ata. Energjia që merret prej diellit, qysh thirrët? Energjia që merret prej diellit thirrët solar energy. Procesi i ujit që krijohet në vapor, vesh pak, the process of water turning into vapor is called, në vapor që kthehet, evaporation. In an ecosystem plant function as, vesh pak, janë që në ekosistem bimët që ka funksionojnë si producers që na japin gjona consumers on the që kjo Shqipe nashta nuk jem të i bo mirë tash se jem të rritë këtë lojnë une për mu bo drita që shijet për njerëzve që shthirët drita që shijet për njerëzve ultraviolet nuk thirët infrared light jo se nuk i shojmë në këta vesh me asit drita tjera procesi ushqimit ku të bo digest po thot janis prej dhe me thonë, procesi për mu asi buka, për me u tret, ku janë nis? Në stomak, dhe, që aty. Mama, po më thirë, Daniel, u bo kafjalli gati i dashur. Ajde ha, qësh me ongër, komët se në të mpunu, më kalon invalida i benonën ati. Oke, që mam jem të ardhë, shme më kalon Kolic. Familjen, Kolic. Ku për një me po du ka me e co i Shqipe? Ku nun, qa kom i bon vetë Nese Shqipe nuk besej që jem në Kolic për gjithmonë Antin se nuk kam që kum linë kështu Allah i një mov gjithë atyre që janë kështu Amo thjesht besej që vetëm komot i kam të lëndu me shumë atin Edhe besej që bon të këma mirë Amo ta Shqipe në qose e ka godit qatë shumë me makin Atër i bjen që mi ka thuj ketë E ja thej fsha nonën ati Shumë ka bo nervoz Që mami Oj mam Vesh pak e qa thot mami o bro tash për këton Kur tash që kjo është qështu Edhin Tash për du me dit Mama po më thot qka e kon të bo E më kon të e bo detyrat mam Detyrat Për Krishtlindja Nesër është fest dhe me thonë kjo qysh këtë u bon Shqipe me 24 dhjetor Jo edhe se që atërin ata Krishtlindje dhe me thonë në Christmas për ata Fest tjetër Oj mam po vetëm s'munejt adin bajate dhe spota tjetër qa me bo Që mama ma qej smiling kitë sa është mirë me mu Bravo djoljem Mun është ma vunë mi bajte po hajna mas pari Paj po hajna be mam po s'po m'hot as buka për As buka s'po hot oj mam
Që unë as pas kom baba. As kom bab me shku me nëzër hakune. Ose na e vllat madha. Se gjithmonë që për kush ka pas na e vllat madh në familje. Unë që shtu kërëm kon i ri, fmi, i kum pas 12, dhe me dhonë gjithë që janë ma të mdoj se unë edhe. A i son që po thëmë që ka ndodhë probleme, po thjesht, a i kryte ushimin? Po, mam, jam shumë full, ka qenë shumë e mirë, kjo rizi i pjekur. Ta shëshkoha me i marë ilaqet i tua. Pas asoj, mos harë me e vendos pjatën aty të do peri aty, të loa bari, okej. Jam të shku në tash në market, po thot, okej, duna me ble sheqer edhe miell. Okej, mam. Me shku me ble sheqer edhe miell. Valla be mam, shumë fajm dhejt. Që ku mi pëskalon ilaqet, hapat, medikamentet, ta pi edhe gotën me uj. Bye bye mam, hajtë se unë e ka me bo ma mirë, të premtoj mama jem, a di shipe që shem të uni? Si kur në filma, e kini po shipe që do filma për shemoll një djallë, ose dikush që rahot për dikuj na është i dopt, pastaj me kohën bohët i furt, a den edhe janë zërhakin ati. Besëm nëse vetëm desat më shnoshën, më shëndoshën komët. Edhe, ka me po, aj Antoni. Ka me... Po tash shtrot pytja, a ka me mujt me ecu në mo? Që aty është problemi. Që ose sun muj me ec, kuku për mu. Kuku për mu pasha zotin. Kuku për mu shipe. Ka me ec më bro. Kuku sa problem me ec o bro. E ku me shku në tash? Me shku me këshirë televizor. Ku me shku mërë? Mos dohet me shku mi bod detyrat. E thajva qafën. Okej, s'pëdi qa me bon vetëm po më duket. Mos du na thjesht me shku te shtrat jem mu këthuj apet edhe mi bod detyrat ndoshta mi përfundu ose me ra me fjet. Uku bro. Ta nuk po Zilja. Vetëm pak shipe se boni Zilja. Par sa erdha unë këtu boni Zilja pa kushon be tash, mama, pas ka arru dishka mama. Pas ka arru mi mor parat më duket, kuletën. Ma i mam, qese po ta bi, kuletën, pa qysh harran be? Qysh harran? Po nalo më kushon, mos i bjerë, mos me bjerë Zilja se vesh me bo me tu qunë në kom. Sun mu i mu qu. Antoni? Që ka lyp mërë këtu? Anton? Ku je mërë në qimë ti mërë? Ka e mërë që të qa ke po mërë që ja e mirë. Që mërë qëfar të re që më ke pro mërë. Ua mu t'i madhë. E që shki ftyrë bë ti pëshor shë vjetë. Mosteqet. Ski mosteqet ti. Të... Shka ke arë mërë ti këtu pitëm qaj të dosh. Më qa ki mërë ndorë. A pet ke arë këtu me më... Që shje. Profesor X. Edhe po keshesh a? Edhe po... Mos më thirë mu Profesor X, une nuk jam aje. Hej, relaksau, o bro, relaksau, unë jam ishtu baj gare, ha. Unë e ko marrë këtu me ta pru një dhërat ty për këshlindje. Një dhërat për këshlindje, unë s'besaj ty, ti gjithmonë më nguc mu. Ti s'monesh mu me më dhonë dishkat mirë. Ti armik jem, më shele gojnë po thë se ko marrë vish me ta dhonë një dhërat, merre dhëratën. Qka unë kje këtu? Hape po thët. Pa ti ka me mut, ka prun atlete kësi kupachka të futbolit, atë që shterën këta atlete me thunë ma po shenë të futbolit. Që shpo dukën po thot këto atletet, këpucet, të mira, edhe pëse jenë pak të një los me pak, vesh pak po thot ka pak dhej që i bjen pas taj në tokë dheju. Hej, këshyrëm që tu po thot të ta bëjnë një foto. Mosëm... Qa muti e të bo mër qa e të nguc kështu mër. Pse je tu mi dhonë që ta këpucet e futbolit? Qka është e gjitha kjo? Unë jam i paralizum tash. Me demek qa po më vynë mu këpucet të futbolit kërë unë jam i paralizum. Aha, i paralizum i ja? Ku ma arruhe, ha. Ejo, Daniela, mun është me bo që to? Danieli është një idiot, një kripët Profesor X. As nuk mundet me ec, as s'mundet me vrapu, as mundet me valzu. Një idiot. Një fëmi i keq. Një dështimi i familjes. O, Nalu, o, Anton, mo. Nalu! O, Nalu! Hej! Po ta jap edhe një dhurat, po thot.
Çfarë dhurat mër? Ua, po më dhe mër, mu të botë më dhejmë, ti je i vdekt, ha 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 ha. Qa po më vinë mër kje jetë, mo. Palla shipe që kje jetë, që telefone. Me këshirë pak Instagram, ha? TikTok. Këshirë po thot pak në Instagram qëto, video, foto. Qa me këshirë mër, bro? Qa po bënë mër pokë bak këto. Qa me këshirë mër, bro? Antoni! Oh! M'ka qitë në Instagram! Këshirë në po thot profesorin një djallë që po dënë me lujtë futbol, qëfar idioti. Këshirë mër që m'ka bon. Pse Antoni ka postu foton teme në Instagram? Po me bloku aton, po du me bloku. Mirë po ai po thot gjithashtu mu m'ka kërcënu që në qose e blokaj aton. Bro, e pse qatë shumë like apo s'ka marrë ke foto? E qysh njerëzit po mu rajnë mu, qka ku m'bo unë e keq? Kërkujna si ku m'bo keq? E po për që ato është bota edhe jeta e sudit, se bashkë personit mirë, bashkë qaj që bën mirë e që s'bën i keq, qaj u rrejët në këtë botë. Kuptaje, Daniel, sepse bota nuk i dë njerëz të mirë. Ata që bëjnë keq duhen mas shumëti. Duhesh me kuptu këto. A mi komentu në sen? Valla, kisha ditë une që mi komentu, mi a shajt 700 minona. Apo dalë mi komentu, po thot. Qa mi bo me shqipe tash? Nashta janë 2 përfundime, a mi komentu ajo. Mi komentu, po tutëm se po vjen apet në shpije, po më rejnë. Mës mi komentu, po tutëm... S'po di, pi komentaj marë. Oh, muj mi a komentu, fuck, mi thonë adin. Ja, mos, bro, marë se... Kuku për njeve. Fuck you. E kum shajt. O jo, Anton, nuk është mirë kja. O, fshije. Jo, fshin krejt. A peshini shipe qatë shumë jem nervozu, sa që keshti komentu. Jo, iko, bro. A peshe edhe ky shipe, po më thot për me fshin, nuk po du me loni koment, si aja. Une nuk jem një djali keq. A i në tu e kuptu shipe? Se na është ta shumica se kuptani. Ky djali, une dhe me thonë këtu, nuk është që s'po nervëzohet ose nuk po dën mi bot dishka këti Antonit, po thjesht po thot unë jam një djali mirë. Thjesht o bro, nuk po dën me ja këthy kërkujt me të keq. A dhe ka shumë njerëz edhe në këtë botë që dikush shipe i një dikush ndërë. Mami nështë. Aj mam. Ej djall, aje, qka e të bo këtu në dhomë tone? Pimoti e që të në dhoma? E pse e ki po thot pak kryt si të ojme, kryt. O, son sen për mam, vetëm i kom rrot derës me kry. Që ma ka futaj me gur. Mami, s'ko ka të dit. O, zot, sa keq. Ma kujdes be djali jem se po shiet shumë që dhem. A ke kajta? Mam, ajo më në një djali keq? Ha? Qka po thua ashtu ti? Pse i të më pyt kështu? Pse gjithmonë unë jam i pa fat? Para 8 muje, një vëzitës, një shofer më ka godit, i dehur. E prej qasoj, unë jam i paralizum tash. Jo, vetëm pak, a nuk më poska shkel me kërë Antonia? Unë ku menu shipe se Antoni më ka shkel me kërë, më poska shkel, më poska godit, një i dehur. Ose një i dehur se sot e mujt mi të regu në zvet ky. Pse gjitha këtu po mdodhen mu, oj mam? Unë kërkujt besi ku më bo keq. Apo më rrejnë zoti mu? Jo, i dashur, nuk është e vërtet kja. Zoti, donë të shumë. Ti e një djali mirë, Daniel, shumë i mirë. Zoti i dënë njerëz të mirë, fëmijë të mirë. E ku është fakti për që më dënë mu?
Bro, what the fuck? Se ku di që ke loja mu konë që kaq prekse. Hej Daniel, jenë krishtlindje tash. Baba Dimri vjen me dhënë dhuratat e fëmijët e mirë. A pe dën një dhuratë? Unë po du po thot kom, oj mam, komët pidu, si dhuratë. Po du me pos mundësin me hec, apet. Normali dashur, ti definitivisht ki me hec, apet. Gjoja më rëndësishme tash është që ti me i mori laqet edhe hapat, edhe me bo terapi. Okej, hajde që kemi ta bëjmë një tush, edhe pas të kena me shkun kish për krishtlindje. Mu lut atje edhe mu bon ti ma mirë. Okej, mam. Sot, po më dhem shumë zemra. Harro se çka ka ndodhur sot, se nesër kemi fest. I 25 dhjetor shqipe. Mami. Ku shomë ky burre? Baba jem apo? Mami po thot, i dashur, që shpëshjet Danieli e ka post një ditë keqe sot. Jo, baba jem shqipe koka. Papi po thot, a një me japë se që ka ndodh? Mama, nuk e di sikur, po nuk po dën me fol për qaton. Për nëryshe, a i ke ble ati na i dhurat? Mëso mërzit e dashur, unë i kom ble dishka ati, albumin e fundit të muzikontit ma të preferum qaj e dën. Shumë një dhurat e mirë që nka, vese që ka me pëlqyja ja dhon. Shko kanë vesh 12 kushe këta, jenë kombinu. Shumë kjo njëri. Danieli pekshir. Kush je tipi, thot Danieli këti. Ho. Uri me festa Daniel. Ha? A jeti baba Dimrja? Jo, unë nuk jem baba Dimri. Baba Dimri vesh rrobat e kuqe, a unë jem të vesh rrobat e zeza. Emri jem është Morgdar Ljosar. Por nërsh edhe më thirren mu koka e të luturit. Qka? Morgdar Ljosar është një emër që di që po tokësh i frikshëm ti. I frikshëm? As po ma shef tyrën teme që jem të keshuna? Po a mua peti frikshëm po dokësh edhe rrobat e tua janë këtë me gjak. Mam! Bab! Vetë se ka i dikush në dhomë teme? Hej, mos bërtit tashtu! Se mu nuk më pëlqejnë zërat e lartë. Për nëryshe, ata nuk mujnë me të dëgju ty. Okej, mos u friksa. Unë jem një person i mirë. Sot për fest, unë po t'jap ty dhurata, unë jap dhurata fëmijëve të mirë, edhe ti e njoni pi tyne. Dhurat për mu, çfarë dhurat mër? Tada! Kum prun po thot kom të rej aty. Ti ke dosh kom të reja, apo? Ajde të ti ekmi ata kom që i ki ti edhe të ti vendos me këta të rejat. Ajde ta bojna shpejt këton, para se gjoki mës të rjedh krejt. O zot, mam, bab, një mani! Bab! Hej, mës bërtit, atë thash mës bërtit. Tash heki pantollat, se ma let e kije. Jo, nuk po du me mi ek! Vesh pak, pse është të më lëviz vetë mu dora, po thot. Shifnë shipe vetë i eki ato. Që është të ndodh me mu, vetë janë të më lëviz, po thot, duart. Tash ti je nën kontrollin tim. Ti s'munesh as me lëviz, as me bërtit. Mirë, po për fat keq ti ki me nejt në vedije edhe me ndije këtë dhimbjen. Kështë që ma je frymën tash, sepse kje ka me të dhimbë shumë ty. O, bro, une jam bo tash kë mytësi. Shko po thët prija komë Danielit. What the fuck? Bro, këta s'po mujnë me m'po. Mja prej komët. Oh, hell nah, bro.
Oh, hell nah, bro. Është pak qysh me bomber, bro. Bro, s'jam të... Okej. What the fuck? Oh, hell no. Bro, është e vërtet? Shti një sakicë në balat këtu. Mere kom të Danielit edhe shti një mrena. Bro, inshallah që kjo ndër. Mere kom të reja edhe shti një ati. Tash është koha për me t'i lidh komt me të rejat. Me t'i lidh damar me ta kip. Bro, inshallah son është e vërt, inshallah është ëndër që kjo se shumë për më duket weird. Tash komët tu kanë gjit me trupin tënë. Tash qu hec, qu në komë dhe mush me ec. Oh, shumë për më dhem. Maso ban besi beb, doraj e dhejmë tanë. Për më dhem. Hec, qu në komë. Vish pak, balance të ball për 3 sekundë dhe për të play. Vish pak, okej. Duna... Okej, vish pak, duna shipe me mojt balon, sën që aty për me mujt me ecë, bro. What the f... Okej. Be, qysh mot më kja balons? Okej, vish pak, shipe se... Edhe pak. Ma e baloncën. Bravo, tash po mund është me nejt mirë në kom. Tash mundo me ec. Bro, what the... Ko sa shpejt to ec, stop, jo bro. A u bomër mo. Bravo, tash po mund është me ec. Praktikaje që shtu derisa komët e tua shërohen plotësisht. A je happy tash? Po më dhem. Qka? Po të dhem? Hej, nuk duhet një fmi i mirë. Nuk duhet një fmi i mirë si ti me bon që shtu pasi ta merë dhuratën. Cilat janë fjallë që një fmi i mirë i thot kur dikush i jep dhuratë. Qka duhet me thonë kur të t'jep dikush dhuratë, po thot? Faleminderit. Mirë, tash ti je një fmi i mirë. O, që nona ka ardhë? Daniel? Mam? As ke fjet aloha? O, zët, dhoma jote është këtë një rëmuj, qa e kon të bon kështu? Mam, t'lutam, kom të mija, mi ka prej që ky majmuni që tu mi ka prej komt. Qa e të folë mëre? Kërkush nuk kanë dhëmë tonë është vojnë, o bro, qa e të folë? Oj mam, kështu që aty ofër teje, që ku është taj? O, më së më bërtit mu ti qashtu, se s'po më pëlqen kur po më bërtet, po thot mami. Kërkush nuk është këtu, më së më nervëzo ma shumë. Ho, mama jote nuk mundet me më pa mu, ti e i vitni që më shem mu. Mam, një ma, këshuru mu jem të rrjedh gjak. Balë mërmo, flej ma shpejt aty se nesër, kome ta pastru dhomën. Mam, t'lutam, jem shumë i frikson, t'lutam. Flejt tash mo, ma shpejt me flejt. Natën e mirë, Daniel. Okej, dhe me thonë, mas një viti. Një vjet po s'kan shku për që ti rastet, ha? Po muj me ec. Po muj ka me ec, oj Shqipe. Zot, sa mirë. Ai, Shqipe më duket. Apo mundi me kuptu, Shqipe? Qaj që më ka dal mu, qaj me gjak.
Pse që pe kupton ju që e keni IQ-n e madhe. Pi bjen shipe se ai ka dosh me më thonë mu forcë. Edhe më ka dosh me më thonë që mos u bën si beb. Ka dosh me ma qit mu që jam unë shumë djali mirë e mos më bo qash djali mirë me njerëz. Pse erdhe në shtëpi që ka qëvun? Vetëm jem kon të lutë futbol mam. O, pesha, a kja unë buk? Që shko ha se ta kun bo sot o kuningin? Okej, mam. Shko vendose po thot qesën të dhoma jote mas pare. Par qesëm, Put the bag in the room first. Aha, qontën me vendos që kom lujt futbol. E shku tash me ongër soto. Mere pjatën edhe kevish pak, një pjatë edhe rice and sliced cheese, vish pak. Pjatën me marë. Këtu me marë oriz, pilaf, edhe side dishes. Side dishes. Kësi me marë, okej. Ku mull tash në me ongër? Në dhomë, qëtu. Valla shipe një loj shumë e dhimshme, pasha zote na mo edhe po t'jep forsa, bro. Pas trej tash kur t'han, po thot. Okej. Mama ko ka të këshyrë serial. A ke ongër djall? Po, mam. Mirë, tash këtë bënë një tush, se kena me shku të shtëpia Antonit. Se jena të shku atje mëj? Vetëm jena të shku me vizitu edhe me fol pak, se pimotis jena kom atje. Unë e valla mam s'po kam qef me shku e. Pse djali em as s'peman menti që Antoni as po t'kujtohet që Antoni e ka Nona Antonit më ka vizitu ty kur je kon s'mund. Nona Antonit më ka vizitu mu. Antoni është shoku yt apo? Po mama mo Baltash, mos fal me mu, ç'është ka bënë një. Nona Antonit ka ardhur me vizitu. Po bile që e pas ka nonën e mirë ai. Okej, kom bot tushin. Shkon ndrej robot. E pse mami po dën me shku të shtëpia Antonit? Mirë po unë qka muj me bon? Në që fëso unë nuk shkaj, mama ko mu nervëzu, ko mu acaru. Valla s'po kam qef be me shku të Antoni mu taku. Edhe pse unë e rrallë sho ato mo, aja la në përrite sociale mbolizan aty. E kam një ndjenë si kur me marrë një hakmarje se që ka boj mu vitin e kalum. A mi a bon naj prank ati me naj gift? Me naj dhërat? Jo, se sa mirë. E zoti i ka mësu njerëz, i ka thonë që me u bot mirë njerëzit, mos me bo keq. Bëni mirë tjerve që me do to others what you would have them to. Bën ju tjerve që ashtu qysh kishe pas qef ty ata me të bo. Me demek, çdo kush ka qef mi bo mirë. Për shembull, kam qef dikush mu me bo mirë. Do me thonë në qatë aspekt. A mi a dhon ati një dhurat vërtet. Po i dijet, nështë Antoni bo djali mirë pastaj. Kush qaja? E kam një çokoladë në friz, t'ja jep një çokoladë nështë e pëlqen. Kush qaja? A ti vesh gojën do të mjamush me ple, asi ple të lupve. Çokoladë pja jap ati. Unë e këshore qëfar çokolada? Shtin çokoladat në kutin, po thot. Kune çokolada, ja vesh nonës ati ja jap çokoladat, që ka me më vizitu. Sa për ato? Se di. Ka dole me ti këtu? Ke bo tushin? Po, mam. Qa kja ty në kuti? Është një dhërat për Antonin, mam, ka çokolada brenda. Dhërat? Ti një me koka një djali mirë, jam krenare për ty. Okej, ma jep ti mu kutin, une e lidhi pak ma si dekorime për më dok ma bukur, edhe pas ta shkajmë.
Qërë në Beshipe. E kena vizitua shtëpinë e Antonit. Nona Antonit po thot: faleminderit Grace edhe Daniel që keni orë me na vizitu neve. Bro, Antoni pa kom, ja kanë prej komt. Jëm shumë e lumë të po thot që Danieli tash ashtu mujt me hec. Nona Antonit po më thot. Mami jem po thot, po, edhe faleminderit. Bën edhe ti fort, Anton, edhe Natasha. Nona Antonit po thot, faleminderit Grace. Grace nona e me ko emrin. Nona Antonit po thot, alone s'po më di se qysh erdh puna që Antoni me jetë qështu pa koma, dhe në qka ka ndodh me to alos se në të mujtë me kuptu. Ai po thot që në ditën kur potëm fest na për Krishtlindje para një viti, i ka hup komt. Kur unë e doshta me qua ato pi gjumit mëngjes, u shokova kur e posh në qatë gjendje. E pyta ato ku i ki komt, ai po thot vetëm sa u qupi gjumit edhe janë nisi me bërtit shumë pa u nalë. Burrien pasaj erdhe dhe bëni panik edhe me njerë i kena qënë spital këto. I kena të regu aty në doktore se qa ka ndodhë, mirë po ata kanë qenë kitë confused. S'kanë ditë qanë të ndodhë edhe në qysh kështu. Ata s'kanë mujtë me besu se qysh dikush mundet me i hup komt, notën, edhe mës me pas as një shenjë në komt që i kotë prejme, ose adin thjesht qosh për gjume si ki komt. Bro, adin, po thot që në likur të komës të ati, i kena po thot që kanë qenë, që shme thonë, pa as një shenjë, sikur që jenë prej komët që disa muj, adin kur të janë një shqipe me funksionu mishi, me kryu atëfar gjakin, klothin që bashkuat, adin. Ata gjashtë të neve në kanë thonë se ju i një të rajt, po thot për këtë sensë, që kishtë na mujtë na me bo, nësë më mujtë na me besu, adin. Mami jem pi thot kësoj, pas ka pos po thot nej gjaka nej sena? Jo, s'ka pos gjak hiq, po thot këtë pos të rukon, as gjak ka sen s'ka pos kënë shtrat. On shumë e që dishme pi thot mami jem, adin, qatë not po thot ti nuk këtë dëgju as një zoa, për shemë Antoni të bërtit ose nej sena? Kje pi thot nona Antonit, jo, burri jem edhe unë s'kena një sen. Ka qenë shumë qetë qatë not, edhe Antoni s'pi kujtuat sen për qatë not. E qysh kish mujtë Antoni mos mi kujtu kur gjon këti. Nuk e di, amo unë e po dyshe se Antoni është të fshit dishka. Nashta i ko frik edhe nashta i ko frik që une i bërtas ose e rej për qaton që ka bo dishka keq që ju kanë hup komt. Ta kishta pas po thot nej kamerë, kishta mujtë nashta me kështu që ka ndodh në dhomë. Antoni pi përtet mamës, da bë mambe ti se s'jem të rrejnë se s'pën kujtohet seno bro. Pse kërkush s'pën beson mu, se qashtu ku jem që bëgjumit si kun pas komt. Mami jem, po menon. Tani po më këshirë mu. Vesh sa kesh tu arru. Hej, Daniel, as se kon t'ja dhonë edhe ti një dhurat tash Antonit? Po, mam që. Ej Anton, ta kom pru një dhurat, merre. Shkon, shkjo po thot. Danieli bi thot, hape, se komet pëlqy shumë. Çokolada që... Jo, nuk pidu këta! Ti e të dosh me mbo mu prank, ha? Apo dën mu akmer me mu, ha? Jo, pi thom Anton, unë të dhash të çokolada? Ua rrenc! Ua mashtrus, pse ke orë këtu mas pari? Apo ke qef me mbo mu pa koma? Anton, nona Antonit me thot, Anton, qka e të full t'i kështu? Danieli është djali mirë. Jo, oj mam, ajo është i keq. Ajo është të qesh brenda. Po qështu po bot, kinë se është i mirë se mrejnë, është të kesh. Danieli, unë e pëtham, jo Anton, unë e s'jam ashtu. Mshire gojnë o derri keq, ik ma shpejt shporru pi shpis teme. Nona Antonit, hej, kujdes, fjallurin Anton. Ma mjen pëthët, Natasha, na fala mo na përshkajmë, pro se kena me shku atje. Më falni se nuk do shta që Antoni me bon qështu. është s'kar lidhje, për thot mami, është në regull. Ikni ma shpejt për këtu, ikni krejt. Dilni jashtë krejt. Mbrom. Antoni për thot, mam? Oj, mam! Non Antonit, qka kije, djeljem, qka po bërtet? Se qatë shumë është të vënu? Hape banjon? As më nësht me hap veta? Be hape se më duhet me i la dhomt. Me i la dhomt?
Qysh po dën mi lo dhëmt notën ti, a ke hongër në sen? A si hongër ma hiret? Çokoladat e Antonit që ti dha? Danielit që ti dha? Ik be, ik pi këtu. Mos më hec. Kushon qaj mbropa? Ky është shipe që m'ka dal mu, ky keqi. Po mënej, Mordgar Lusjari. Hej Anton, a u takua ma pet na, a? Dhe me thonë shipe të kypi del pa gjak. Ate une me gjak ka dal. A pet u takua ma Anton? Kush je ti? Është normale në që se së kujtoa, mirë po gjithkush që më takon mu, më harran nesërmit. Qka e të full mër? Mam, se ka i dikush në banjo me mu. Mas bërtit se une nuk kam qef dikush me bërtit. Qka e të dasht? Son të është festa. Kjo është kua jeme, une me dhon. Kjo është kua jeme, une mja dhon dhuratat fëmijëve të mirë. Diku është një fëmijë i mirë që e ka bon një dëshirë. Diku është një fëmijë i mirë që e ka bon një dëshirë, une që e kum bot dëshirën anena për kom. Ai ka dosh kom të reja, ai ka dosh krah të ri. Qka? Krah të ri? Që të me thonë kjo? Une po kam qef me te marrë ty kraht, Anton. Qka? Me mi marrë mu kraht? A ti mi ke prej mu kom ta? Më duhet me ik ma shpet për këtu, me ik për ketë për këtu për banjës. What the fuck? S'po muj me lëviz, trup jem s'po lëviz. S'mun është o Anton, trup yt është nën kontrolin tem tash. Mam, dim! Pshin e mërgojnë më mut! Se shumë jetë të bërtit. Nuk ja vlen me bërtit, s'ki nevoj. Se kërkush nuk dëgjën. Jo! T'lutëm mës mi pre dhe mu kraht. Qa kum bon e keq, t'lutëm. Falma. Qa kum bon e keq, po thot Shqipe. Ape kuptani ta që ka bo kjo keq ma jetë, që më ka bo mu anina. Që shpikthejat me t'keqës, Shqipe. Në ashta është loj, Shqipe. Amo edhe nxarje, edhe nxarje vërtit, që kum thonë mundet mu konë, edhe një trale mundet mu konë shumë sim që kjo, Shqipe, për shumicën. Mos i bën dikuj t'keq se ta kthen Zoti edhe ty me t'keq. Kjo nashta dikush zbeson, po mos e sprovoni, mos e sfidoni Allahun. Okej. Mas bërtit tash si be, ti e meriton këto. Edhe veç mas se po ta jap dhuratën, veç mas që ja jap dhuratët fëmijëve të mirë, gjithashtu i dënoj edhe ata të këqit. Sjelljet e tua të këqija këtë vit janë arsyeja sepse mu po më shet që tuti. Ti s'ke ndryshue. Edhe pse unë edhe pse unë po thot kum dënu ty vitin e kalum, amo t'ja apet nuk po mëso. E përshe, komët ja pas ka prej këti vitin e kalum. Ta është ka orë mja prej edhe kraht. Se vitin e kalum shqipët e mija ja ka prej komët për me mi dhonë mu. E vitit, ta është viti arshëm, kjo apet s'ka ndryshu, apet i keq. Prindit e tu dëjnë ty shumë. Mirë po sjelljet e tua të këqija janë të vërteta, dhe me thonë të këqija. Une veç po e imagjinoj se çka kish ndodhur që se trupi yt i shkon komplet tash. Do me thonë me dy kome, me dy durë, është normal. Okej, gjithsesi po thot, rrit tash aty në karrik, bën ja krahve kështu po thot, edhe rrit aty tash unë jam të ardh me ti prej. Ka me ti prej po thot dy kraht me qëtë flexin. Oh my god, duna me ja prej une me flex. Ma e fri më po thot se ka me dhënë të pak. Oh shit. Okej. Shqipët e mija nuk pjau qes që të pjesë se pak si pa lidhje, po pjau bëjnë cenzurët. Pjau bëjnë qështu. Bro. Ose pe bëj skip ma mirë se pa lidhje. Qa u bon kështu mërtash, kush jam unë,
Po do me ditë kush jam unë tash. A jam Antoni, a Danieli? Besoj shipe mos jam... Kush jam mërë kjo këtu? Okej, nuk e di kush jam, po kena orë me bled diçka. Okej. E bleva shipe një energy drink, edhe jem to e pi. Ja nisi një muzik. Ka kjo muzik mërë. Kësa pak, a duna me fol me këto? Hej ti, qu? Një fëmi po thot, ha? O, më falë, zëtni, oke, që po qona për këto dhe po iki. Hej, qëtëso, se nuk jem të godit. Apo dë një pije? Ha, më falë, që thaje? Apo dë një pije, unë e tablet ty. Një me ha? Okej, shumë fajmë dirit. A një to e kuptu shipe, kjo është kësi i pastrej që s'ka fukaroj i rrugve, e që tu e posta unë e lokalin që po shqesi. Edhe apeshe, nuk po e godas këto mu boj keq, mi thonë që ik pi këtu se lokali jam o këtu, po pi thama po du shpije. Bro, që kjo shipe është mësim për kret ata që ma këshurin mu videon, bro. Mos u bënit këshi, bro. Apeshe shipe, sens ku shton mu bon i mirë. Kur gjonë, so iq, thjesht easy. Qa merre pijen? A ne me po ma jep që to ha? As po t'pëlqena qysh? Jo, zotni jam pak konfuz. është shumë e rrallë dikush më bon që ka që mirë me mu. Se shumë njerëz jenë të friksum edhe disgusted kur më shojnë mu. Pse që ki? Unë nuk jam i sigur ta mo, nashta kur po më shojnë dur që i kam të deformu me qështu. Unë e kam po thët leprosin. U ka një smuja leprosi që po thirë ka. Dhe me thonë përse që unë shqipe kjo smuja që i ki gishtat e deformu, ma di nuk i ki taman. Edhe prindit e mi po thët së më kanë dasht, më ka qitë jashtë. Mami jem edhe babi jem më ka qitë jashtë, po thët sepse kanë qenë, janë friksu që mos pinfektej edhe ata, ose tjertë aty. Jem shumë set, po thëm shumë set, po më dhem zemra. Na vina, unë e vi po thët për një familjes shumë të varfët, edhe s'kemi as pare për trajtim. Në zemrën teme, një i dhimbje të madhe, mi po në pjesën tjetër, kuptoj. Që prindet e mi janë të dosh veç me mbrojt mu. Janë të dosh veç me mi mbrojt ata siblings të janë motra vllavi që i paska kjo në shpi. Edhe fundit, une shmedhon, ja fali atyne. Apeshe edhe kjo i mirë shipe, edhe pse i pastrejt që në qëfar gjendje. Më falë, vjen shumë keq, nështë të folja pak se shumë, ama është pak e rrallë me folë me dikan une. Oh, s'ka lidhe, për thëmë ti e një djali mirë, merre që t'pijen. Pa ndej shumë zotri. Qa ki për thëmë? Zotri, jem pak konfuz se qysh me hop këtë kanaqen. I kom hup edhe gishtat une për qësaj smunjes, leprosis. Mos u mërzit se ki me mujt mi hop. Lukas. Ha? Qysh po ma din ti mu emrin? Se ti... ky jem bo unë e koksh na bon, që qaj shipe që ju boj ke mirë këtyne. Se ti gjithmon po thot je kon të u lut për dur të reja, apo? Dur të mira, ha? Qysh pe din ti edhe aton se qka kum dasht une? Kush je ti? Normal, po dhe se unë e di. Ajde të të ndrejmë këta krak të këshi që i ki. Ma e frimën pak, se ka me dhejmë që kja pak. Mja prej edhe këti. Okej, t'ja bëjna skip. Tash tu kanë nëreq, po thot këta kraht. Tash mere po thot që t'kanaqen edhe këshyra po më nësh me hop. Po më dhajmë po thot. Mos o bën fëmi, beb. Hajtë që hape. Sëm po muj mërë, është pak. Dona me kliku shpejt që tu për me muj shipe me hop.
A më shumë ka dalë për shka no bro. Që gati ma mirë është shipe. Gati është ma mirë. Edhe pak. Edhe pak. Okej. E qeli pa shaket. E qeli shipe. Që pepi. Gjina. Qysh pa do këta e mirë. Pse i ti bon qëto për mu? Qa ku bon në keq? Ku marru me të regu se ku që mu? Unë jam Mordgar Lësjari. Unë jam aj që i jap dhurata fëmijëve të mirë edhe i dënej ata që bëjnë keq. Me më dënu? E ti ku këtu më dënu mua që jem konë në një fëmijë i keqa? Jo. Për kundra zë ti e një fëmijë i mirë. Se ti ke lyp si dëshirë dur të reja. Ti ke thonë që pidon krak të ri, dur të reja. Vetëm më kishe kërku në isen tjetër, s'kishe pas dhimbje. Tash, dur të reja që i kje dhe gishtet kanë me bo mirë ty. është e vërteta ja tasha, jam i shëruma? Po, faleminderit shumë. Mordgara, mund është edhe një dëshirë, po thot? Ja, s'muj, po thot një, vetëm një muj për se cilin fëmi në vit, ka njerë në vit. Dhe qka po dënë tashti? Po du, jashtë asoj që po du, kësi farë dur, po kam qef, mu lu që me u taku me prindit e mi edhe me vllaznit e motrat. Është pak pas të kanë qitë ata jashtë tyja, për shpis. Unë jam i vetmum, o zëtni. Shumë ponina i vetmum në këtë botë. Pesha, mo, unë s'muj me ta botë ty qatë dëshirë. Duesh me prit vitin tjetër, edhe mu bo djali mirë për me tu plotsu kje dëshirë. Mirë, po vetëm që nuk jeti një bebë që kanë, komet një mu pak. Prej që tu, mos shka askund. Qa me bomër? Shpak. Osu dështë me marrë apet Naj sen këtu? Jo. Aha, me shku në se cilën shpi? Okej, nuk e di, kum hi me një shpi që tu edhe kum marrë dishka roba. Për me andru robat. Merë qëta robat edhe qëtë peshkirin. Tash shka bënë një tush edhe vendësi qëta roba. Pas kësaj kena me shku diku. Okej. Mirë po ku ka me bo në dush? Që tu në dyqan, mbro pa është një tush. Hapet derën e... që qëto. Hajde Lukas, shka i mrena dhe bëne një tush. Okej. E bëne një tush, po thot, mirë, tash po do kësh pastër edhe bukurash. A i kimi durt. Po, zotni, shumë po më dhamri në la, po e doraj dhimëtën. Që ashtu du është pak, që kjetë të rëgan që e burë, dush me doru pak. Okej. Prit, që e to bo? Vetëm do shta që qëto që i kum ledhë qëto bërlogët në betorinat, mi marë, se në që se s'kam bërlogune, nuk mu i me marë pare, për me bleu shimë, se une shes bërlog, po thot, për me bo pare. Jo, nuk të vyna jo mo, po thot, gjoj i më bërlog në kontenjer. Okej. Pantë sala kata lejnjëme. Mos më thuj, mos më thuj që u ka bo mësus këtash, ose... e pas ta pro dikun, no. Ku jena na kështu, po thot? Këtu është, po thot, jetimorja, që tu ki me jetu ti? Një jetimore ka pru? Me jetu një jetimore? Mirë po, a mu ju në menejt këtu, a? Mirë po, nësë jam jetim, po thot, zotëri. Para mena kjo nane bab ka, po... Lukas? Po thot kjo motra.
Qysh po manet, qysh pedin qysh e ka me emrin motor? Hajde mrena djall. Mrena? A është gjithçka në rregull me ju në mrena? Vetëm i mrena djall është se gjithçka është mirë për ty. Mirë po, Mordgar, unë kam frikë se s'kan me më pranu këta mu këtu. Mos ta nin, se unë të garantoj ty që kanë me të prejt këta duar hapur dhe kanë me kujdes për ty. Ky mu boj sigur këtu edhe komfort se sa rrugës që po rrinë aty. Edhe s'ke mu koni vetë mo. Mr. Mordgar, faleminderit shumë. Jam shumë falenderues që të kom taku. S'ka përse, Lukas, kjo motra po thot, Lukas, me kanë jetu full ti? Jem të full me Mr. Mordgarin, motra janë shumë një person i mirë. Çka e të thonë unë, kërkon s'pesha që tu mo. Aja nuk më shem mu. Vetëm ti mun është me mpo. Hajde i në mrejna djallë, hecë është ftofti është. Hajde mrejna djallë është, se po të presin këta. Edhe majnë men Lukas, bënu djallë i mirë. Po, të premtoj që gjithë mu ku më bëni djallë i mirë, shumë faleminderit. Valla për shipe pasha zotën. Nuk di bro, një loj që edhe për të prek në zemër edhe për të mëson një jetë. Tash më tregoni që bëju në komente mu, a ju ka dhonë edhe juve pak mësim. Unë s'po thëm tash që ju s'keni dita bro, edhe normal që mu bo i mirë në këtë botë është ma mirë. Po thjesht na ka dhonë mësim o bro, edhe pse mos më bo shipe i mirë. Pse mi bo dikuj na keq, se dhosh mësim kjo. Kur njët mos i bën dikuj keq shipe se tu kthejet. Pa mor parasysh çka për shembull, a fizikisht, a kështu me gojë, edhe po thjesht jetën tonë me familjen tonë rri, edhe çaq. Qyre ta ulonten, edhe bën e like që video. Ai gari shipe pak. Juroj Zoti, kudo që jeni, bënu të mirë edhe ju. Ju dua shumë. Edhe mirupafshi. Bye bye.